sulme ushtarake ka fillu me 9 prill. Vëzhgimet kanë qenë në mënyrë sistematike se këto njësi të grupit operativ 3, cilat kanë vepru si brigada gjatë vitit 98, ku ka qenë brigada 131, 134 gjatë vitit 98 dhe 132. Në pjesën e parë të mujit shtator, do me thonë ose fundi i mujit gusht, dhe një kompani vëzhguese diverzante cilën e avansojnë batalon diverzante vëzhgues ma vonë si Delta Forca që njihet. Këto kanë marrë pjesë në thyrjen e kufirit. Mirë po, vëzhgimet janë krye ekskluzivisht nga une me ushtarët cilët i ka përgatitur gjatë vitit 98, Agim Ramadani si shef i shtabit operativ, cili ka komandu me gjithë komandantat. Mirë po, as Agimi, as një komandant tjetër s'ka marrë pjesë në vëzhgime. Këta po du me thonë, jo për me minimizu Agimin, po për me rritë se Agimi ka pas detyra me na dhonë e jo me marrë pjesë në vëzhgime, po shoh disa komandant në për emisione po kanë dëshirë më bon pjesë e vëzhgimeve. Fakt është që gjatë luftimeve edhe njësit i kanë vëzhgues të vetë. Mirë po, vetëm një njësi vartëse e GO3, shqit grupit operativ 3 që formohet si brigadë nga shtabi i përgjithshëm komandanti atëherë Agim Qeku me 10 maj 99, me 11 maj dikun apo 12, pakzohet nga strukturat e GO3-shit me emrin e Agim Ramadanit. Me Agim Ramadanit do me thonë të nesërme na vazhdojmë mirë të objekti që e thash, pas marrjes të objektit Agimi vjen të kazerma, dikun pas një ore ma tepër. Shihemi aty. Mirë po, me qenë se jemi në emision shkurt, këtu mos me zgjatë se muj me dhonë dhe detajet. Gjitha kryesore me 11 prill ditën e rënjes sot që jemi 26 vjetorin, kemi qenë bashkë nga kazerma me Agimin, ku pikërisht atë ditë e pranoj pagzimin e kodit ose nofkës Kobra. Në bazë njësisë në radiolidhje mund dëgju si Kobra. Edhe nga kazerma deri në ras me ushtarët që nisemi, gjatë rrugës takojmë edhe Gjemal Fetau, në Sena Liqka, në cima ka qenë me pseudonimin Gjemal Fetau, cili ka qenë njeri shumë i fuqishëm dhe advetar, s'me sa e di ka ardhë për i Suediz, edhe ata kthehen me neve deri në rast takojmë komandantin veteranin Sali Qekun, pikërisht komandantit Sali Qekut ja dhuroj në rast një çantë të ngjashme si kjo, të komandantit serb të kazermës, me dokumenta. Edhe pasi ja dhuroj, ai atë çantë ato dokumenta i kanë shfletuar normalisht, mirë po ne atë ditë nismi në detyrë të rëndësishme që t'i marrim pozicionet së bashku me Agimin, ku na kanë bashkangjit dhe ushtarët e komandantit Lonit që ka ardhur njësia prej shtabit përgjithshëm të QK-s për me marrë pozicionet e fortifikume dhe komanduse në vijën e dytë në Zhare, ku i kanë pasë në vijën e dytë edhe pjesën e artillerisë me 3 minahesa në Oplaz. Si pas Agimit, atë ditë është dashur që Delta Forcat të vinë t'i marrin në pozicionet në Oplaz, ne në Zhare dhe krahu i djathtë i yni dhe i majtit i Delta Forcave të bashkohemi dhe të vazhdojmë gjosa jashtësisht për me marrë dhe Junikun. Mirë po, në luftë ndodhin ndryshimet në qast, me qenë se sulmojnë pozicionet tona, Agimi vendos që t'i kthejmë ndihmë, ku ma jep mua radiolidhjen kryesore, një Motorola e mban vetë. Qasje direkte, nga i moment unë Agimi s'kemi pas, mirë po
Dhe mu mbetet detyra kryesore asgjësimi i forcave që kanë dhënë mbështetje dhe kanë garantu pozicionet tona në ras ditën e 11 prillit, ku atë ditë me një sulm befasues të fuqishëm brenda minutash kemi asgjësuar atë njësi ku kanë pas të vramë dhe komandantin cili ka pas kodin, se na i kemi përgjuhë dhe një për radio lidhjet e tyne, Jaguar, edhe të një qenë, unë se kum ditë që qeni atëko ka qenë me nofken edhe me gradën major qeni Lister, kodi Lister, edhe disa ushtarë mirë, po forcat sërbe gjithherë e minimizojnë numërin e të vramëve, numëri është shumë më i madh, ku kemi tash edhe mundësinë edhe kemi ndëgjuar që ka të vramë edhe të tjerë për posë sërbë në anën e tyre, ku kanë qenë të shërbyer edhe ushtarë të rregullt nga Malizia apo nga Sanxhaku me origjinë edhe shqiptare, po ka pas edhe individ edhe nga Kosova që i kanë shërbyer asaj ushtria atko, cilët kanë qenë shqiptarë të përshtatshëm për pushtuesin sërb. Ka edhe të vramë. Edhe kryesore atë ditë na kobrat kthehemi pa asnjë humbje në bazë, mirë po në vijat e para pasi kthehemi e kuptojmë nga Saliu se Agim Ramadani ka ra dëshmor. Nga vendi i rënjes ku ka ra, duhet ata ushtarë që kanë qenë me ta të rrëfejnë dhe të rekojnë në mënyrë detaje si ka ra. Kryesore nga rasa deri në objektin e kazermës që kemi marrë një ditë më parë, kanë marrë pjesë edhe ushtarë të Kobra edhe tjerë ku ka qenë edhe Gjevat Ibraj nga pikërisht fshati Koshare, e lindun me origjinë saadione dhe ka qenë si polic ushtarak saadione. Atko edhe me 12 prill përsëri kemi vazhduar ne Kobrat i kthye në rastin Isni Rama raketa unë edhe tjertë, mirë po disa kanë pësue disa plagë. Agim Ramadani ka qenë vërtet një njeri i shkath, i gjallë, energjik, edhe pse nuk ka qenë me trup i zhvillum apo në gjatësi shumë të lartë, mirë po ka qenë nga intelekti shumë i zgjuar. Ka qenë i shpejt, mirë po unë po flasë për pjesën gjatë betejës së Kosharës. Fatkeqësisht ditën e 11 prillit, ballavaqimin e parë, ai bie dëshmor.